Qytetarët të interesuar për të shfrytzuar beneficionet e iniciativës për vetpunësim. Gjatë nënshkrimit të kontratave të para, kryeministri Mickoski, duke i cilësuar planin operativ si program më atraktiv, potencoi se kjo nismë sfidon papunësinë dhe kthehet në energji të re ekonomike. Plani parasheh 7.000 euro për personat mbi 29 vjeç ose 14.000 euro nëse bashkohen në një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe 10.000 euro për të rinj deri më 29 vjeç ose 20.000 euro nëse bashkohen në SHPK, bëri të ditur shefi i ekzekutivit. Këtë vit kemi interesim më të madh, deri më tani kanë arritur gjithsej pak më shumë se 6.000 aplikime, që është një tregues i fortë se qytetarët kanë dëshirë, njohuri dhe vetbesim të ndërtojnë biznesin e tyre, ndërsa shteti qëndron pas tyre me mbështetje financiare konkrete dhe rekorde. Deri në këtë moment janë lëshuar 2.916 vaucher për përgatitjen e planit të biznesit dhe janë vlerësuar 2.681, prej të cilve 1.140 janë për të rinjt deri në moshën 29 vjeçare, 912 për persona mbi 29 vjeç dhe 629 për subjekte juridike të regjistruara si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, deklaroi kryeministri Kristian Mickoski. Për Ministrin e Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi, ky projekt pasqyron faktin e besimit të qytetarëve te shteti dhe perspektiva. Sot shohim anën më të bukur të shtetit ton, anën që krijon mundësi, nxit iniciativën dhe njeh guximin për të filluar diçka të re. Masa vetpunësim si pjesë e planit operativ për vitin 2025 është një nga instrumentet më të rëndësishme përmes të cilave qytetarët marrin mbështetje reale për të ndërtuar biznesin e tyre dhe për të krijuar të ardhme të qëndrueshme për veten dhe familjen e tyre. Jam veçanërisht i lumtur që interesi për këtë masë është më i madh deri më tani. Në thirrjen publike kanë aplikuar 6.045 qytetarë, ndërsa 2.545 prej tyre sot hynë në procesin e nënshkrimit të kontratave. Masa për vetpunësim për vitin 2025 ka vlerën mbi 2.5 miliard denar ose 40 milion euro. Sipas qeveritarëve, kjo shumë është për 7.5 milion më e madhe se vitin e kaluar. Me këtë plan, në vitin 2025 do të përfshihen 16.507 persona, që për ekzekutivin është një dëshmi e qartë se shteti investon në forcën më të madhe që ka, pra tek qytetarët.